Ore, çfarë pëlqet te i femër valla? Si tërhiqesh ti nga i femër? Thjeshtësia, sensualiteti, mënyra si hec, mënyra si flet, mënyra si qet. A shef të klasi e ka vendim. Bjonda apo bruna? Gjitha janë shumë të mira, me thënë drejtën. Sketi preferenca. Jo, E gjatë, e shkurtër, e hollë, e trash. Gjitha janë të bukura, unë i du shumë femrat, i respektoj gjinin femrore dhe mund t'jenë si t'jenë, do me thonë, mund t'jetë seksi, mund t'jetë e dobet, mund t'jetë e shnosh, mund t'jetë i qik me shkollë, mund t'jetë i qik shurrugache, mund t'i ketë gjitha karakterat, unë i kom provu, kupton, dhe Po kush ka njët më shumë nga gjithë to karakterit që ke provu? mua më ngjisin më shumë me mua ato që janë ride or die, kupton? Okej. Bonnie and Clyde. Po diçka kështu. E burgë, jo si ty, por ky diçka thotë ky vetëm këtë vëm goj, thotë ky në rregull është për mua. Vetëm mori fryp. Shumë e rëndësishme. A unë ma merri çikët kushurinë, ma nxirri çika për sy. Shumë e xhaja. Si është ty gjithë? Shumë e xhaja. Çat vëmë kështu nga garalli më. Çat vëmë. Unë se kom gjakun e omël si limi. Edhe unë kom gjakun e omël limo që më ngrin më shkonjat në verë keq fare. Po bu sa fal. Do i bësh një pyetje më? Una. Apo do folësh për mushkonjat e tuaja? Pritet se Nuk du tash më ka gjithmonë me veç për te nuk du me bë pyetje. Mirë se e pyesum, kur ka qenë era fundit që ke thënë të dua? Para 2-3 vjeç, kështu. Diçka ishte një ride or die, kështu një vjeçar. Se të këto ride or die nuk është Ride or die, po vdesin masi Një moment pretendojmë atë që ta martojmë që jemi ride or die to the end, e kupton? Po çfarë ndodhi? Pse u prish? Shumë, ishte shumë energji, bro, ishte diçka pak a Shumë intense, a? Tipi em edhe më intense, edhe ishte shumë bash, shumë gjona bash, kupton? Shumë dashni, shumë xhelozi, shumë urrëtie, tana nga pak, mysin gjitha. Dana ka pak. Pa të shampuan, Tao. diçka, vaj, jepi drejtim se. Po mirë, më që na përmendë këtë, po ne femër që dojmë i kërku falja, ke? Falje. Se s'ke mujt më ia thon. Unë falje ju kërkoj gjithë atyre gocave që kanë bë abort. Me mu si paga shumë nëse kuptoni. Dhe është diçka që vjen shumë keq, asë nuk doja të ndodhte ajo. Ka ndodhur. Po tash unë jam një 31 vjeç dhe vi nga një kohë tjetër jete, kupto? Njerëzit kanë qenë shumë më të pasigurt që për vendimet që marrin jo sikur sot. Kupton se sot 20 vjeçë, 20 vjeçë më baba, kupton? Pavarësisht. Po e bo baba? Po, unë e kam i çun, ajo është 10 vjeç, jeton në Zvicër. Mashallah, me gjatë. Jeton me mamin atë? Me mamin, po. Jeto vetëm. Jo. Pyeta mos jeton me limin. Ka fillu puna ne është sistemu kështu mirë. Ai thotë më mirë pa punë bukurok e morën. Jeton me mamin. Bonet fort mirë. 10 vjeçë vazhdojmë me temat tash. I ka marrë numrat e punës, më bëj akon. Pyetja ime ishte kështu që jeton me mamin apo me ty më shumë, normalisht po Tomas i ka qef me bëu humor. Po jeton në Zvicër thamë. Ti ishim në Shqipëri se ka një point, ka një point, nuk është krejt pa point edhe shoku. Po s'është pa point. Po ishte në Shqipëri normalisht i ma baba. Ka bërë rast tukë syni dhe s'ka lëmë pa pointin fare. Ka point për Tomas. Po ti ishte në Shqipëri. Po ta mendosh unë në këtë mënyrën globale, si më thon, është i çik më ndryshe situata. A më në djemë mos i mërë kote burë se jetë për mos i mërë kote për se a futi katunit e për e gjosë të i trokazin i të dera. Tak. Po këto për abortet ka qënë besoj përqimit e dyja palve që të ndodhte, apo jo? Po pra të thash ishin pasigurt, ishte çështje pasigurisht se ku na çon kjo rruga. Kupto, kjo është një problem që është në Tiranë shumë i madh. Po ndodhe ajo. Dhe kjo është e kaluara, me thënë drejtën, po flas përpara 12 vitesh. Okay, po diku ka qenë shumë 10 e mrapa jemi clean. Por a mendon se ka deri ke 10. Deri ke 10. Mendon se ka shumë firma gold digger, vërdall. Gold digger. Është për mua është diçka çështje lifestyle-i. Kupto? Respekt. Ti mendon që janë shtu apo janë ul kohëve të fundit? Me qa shef jetën e notës sakt që nga viti 0 deri në vitin sa do jetë, bota do ketë. Kjo është diçka që ajo diskutohet normal. Thjesht i vëmë emra të ndryshëm, si puna e paracetamoolit, dhe ndroni vjen herë ibuprofena, kështu vetëm emri ndryshon shpirta. Po ti në mënyrën e jetesës që ke për shumë të ndodh rastësisht me shumë se
ku dëgjon bashkohemi shumë. T'japin atë gjakun e omël, Po. Po fiksing e fiks. Po ku flet me këto? Ku flet me këto femrat? Apo ke shumë numra Çfarë telefoni? platforme përdor më shumë valla? Unë Instagram e përdor kështu si tip CV-je. Si CV, Çfarë bëj kështu? Nuk merrem me TikTok, me Snapchat, me WhatsApp, po. Pas ne përdor krye burri dhe close friends, edhe kështu nuk merrem me rrjete sociale. close friends tash ç'a kur do me kur hullën ai gjolje vetëm njënën apo vënja 30-40 copa dhe I fus në WhatsApp. 3 numra telefoni aty. Do me ditë fort, ja? Për se cilën. Do me ditë gjitha. po për çka e mora apo kot Pa ta shoh në sy. Mirë më mirë. Ai po do t'i thotë se s'ka Unë funksionoj ndryshe me të drejtën, unë nuk është që kam shumë kohë me hub me femrat, edhe ju duket absurde nga që mjekini në Instagram dhe menojnë bo, ky vetëm sex, drugs and rock and roll, you know. Po me të drejtën unë jam edhe I work a lot. Ja shtojmë kësaj, se jam këto treja, po ta shtojmë edhe këtë, që ta zbukurojmë çik. Me thon drejtën se më dole aty se ne ishim ul kafe çpar, a kupton, ne ishte të bukur muhabetën atë që. Ai që do thon ne gjë. Ishte do thon diçka pra, po miku, si ishte, edhe puna se si funksionoj unë me femrat. Kupton, njerëzit e mendojnë që më shohin Instagram edhe mendojnë që jeta ime është vetëm biça. Po jo, unë kam shumë gjëra të tjera. Mirë, sa do lekë do vinë nga diku, a kupton se Jo pra sa ty disa medalë edhe me punua, kupton. Me çunat çfarë që po e fol këtë gjë që shumë femra për shumë na kish kuptojnë vëlla. Nga prerja ndoshta nga jeta që bëjmë me kështu gjëra që kur na takojnë mrapa kur bëjmë muhabete tamam thot pritje se çka ka çuni zjuti, që ka veç kur ai që kam pa unë. Kjo është super rrend, ti thot njëri kështu je. Ha? Jo, ty nuk thot njëri kështu. Po bashkë ishim kafe çfarë me barbon. Ta futa një me Po ma the ti mus ta tha ajo ty. Po mirë, po tash për patisht do thon velimi vëlla që demokratike çdo njëri mundet me mendu çfarë doj, se ka menjën e vet. S'është menja ime, kështu që gjithse kush ka të punat e veta, qëllimet e veta. Ti paga shumë atë mendjen e vogël mendojnë shumë pak. Kush ka mendje të madhe do mendojë çik më shumë. Bravo. Kështu që thirrni mendje. A menon që kjo jeta luksi do vëlla në Shqipëri është u promovu shumë për kot pa motiv, se këtu ka njerëz që realisht nuk kanë aq lekë sa qiqen. Tani, puna e luksit në Shqipëri është e ndarë pak a shumë, janë disa familje në Shqipëri që janë të pasura dhe të gjitha ato njihen njëri me tjetrin. Pastaj është kjo shtresa e jonë që wanna be, kupton? Që dohem të bëhemi, si unë, si ti, si Po, ka wanna be për mirë dhe wanna be që thjesht ka 3.000 euro në xhep, harxho 3.000 euro dhe mas 3 ditësh ngel pa lekë, kupton? Dhe prap boss si boss. Bo 2 ditë jetë thotë. Po. Ato 2 ditë valla. Kjo më shumë është për këta çuna që vinë nga Anglia, bro. Këta vinë harxojnë ç'a bëjnë një vit, 3 muaj, ikin edhe marrin edhe minuse, edhe ikin edhe futen edhe numrave, gjonave, kësaj, asaj. Domethënë ashtu është, po nuk është çështje kohe. Edhe ata përpiqen me marrë një jetë më të mirë dhe marrë tu ku jemi ne. Si ka mundësi më vëlla, çdo gjë që ferme rrodullohet më shumë. Edhe të lekë, edhe jo mund ai që mjafton të ketë dhom goja. Çdo gjë që ferme rrodullohet. Po mirë vëlla, ora, po më ne të famshë, ke shku. Po kena shku më shkojmë premte veç tunë. Kena shku me ekip ose ditën e mërkur. E bëni mua bëj ne ka gjë. pushim biznes. Mërkurën. Ne do letra, ne domino. E mërkura është dita jote, ha? E ke as fundjavë, as fillim jave je. Mes. Po si ja bën për shembull kur s'duan me rand sy ato, se kanë siklet, apo se janë dhe të famshme, por fytyra publike thonë Olima, si do ja bëjmë sot se mos dukna shumë në për Tiranë. Pa 4 ditë me bëj pyetje, ha. Si do ta shijojmë këtë? Ore ti Dating ose çfarë do ta quajmë këtë? Po normalisht unë këto që kanë shumë komplekse edhe kështu unë nuk bëhem me to. Kupton? Çfarë do të thonë komplekse? Komplekse jo jo nuk di a dal, jo po ku, jo po si, jo nuk shumë, në shumë kohë e humbur për asgjë. Edhe unë nuk parambaj kontakte me fol gjithë ditën, telefone, ta bëj gati për ndarë, për shembull. Mënyra ime është i çik më crazy se mënyrat normale, unë dal vetëm, dal në orën 1, 2, dal në klub, Nada është e jo. dhe vej syze dhe gjithçka ndodh aty për aty. Po. Derisa të zgjasi, party 1 ditë, 2, 3, 4. The rest is history. Derisa ta kpusim, katit. Derisa mos kena më fuqi. e fillon të pulsi marron palas në thënë, ku do. Po normale. Zgjatet viti i ri për shembull. Do të më marrë me 1 ditë, shkon deri me Ne që Tash baklava ndër me datë 5 forse. me që ra muhabeti ke party xhonat, pa zona, merr do të njohun.
organizoni dalme, jena 4 shokë. Po patjetër. A e bën burrë. Si ja. Merren e njëon, do të thina 4 veta. Thy do dalim, çfarë do thot po jo. Hey Siri. Call bitch number 1 please. Çeka fi. Çeka fik. Ka fare, çeka fik. Normal telefonin e ke stresu fare. Po si tash më mirë dalim ne dhe do shohim çfarë do na sillin na. Është i çik më intriguese. Ai do të ndal vetëm tek pullët në orën 1-2 dhe shko parti muje gjysti tu bjerë njëonës telefon. Për ty kisha më zemra se ti je zi boti, me të shtyp këtu. Ta kuptoj vëlla, një bo. Ke parasysh zëna, ma çiti çika të çunë çaj sa. Kena bone party me çunë çaj. E ka party me njofne. E mund qafi. Jo, ishim të morëm qaf të dy, ishim qaf në qaf. Po, ku di ti më E më çuna për ju pas ka qenë jeta. Çfarë po le të shkeni atë drim paraqitës. Këtë verë, mos harro. Në Sundance, mos harro. Do vim. Do vim thotë ai për herë, po. I kena long të gjonë. A je pendu për ne gjonë jetë? Pendu. Po në qofë se janë pendu, do të rregulloj. Kom i ca gjona, kështu janë personale, si me thonë. Kom një 2 brenga, që do t'i zgjidh me kalimin e kohës, sepse jeta është shumë e bukur, për t'i dhënë rëndësi disa gjërat kota. Ç'a brenga shëllim? Brenga personale, kështu gjona, arritje më shumë. Ati gjona që si ke arrit akoma. Natë personale më vllai që do më arrit në gjë. Tik me njerë. Këtu jemi shpirto. Po të ndodh ndonjëherë që mendon për të shkuar shpesh apo? Jo, ka një herë vetëm kur bëj detox, me ik shumë fashtoj e mendoj për shkuar. Se jeta përditshme nuk po kena kohë, bro, nuk po kena kohë me mendu, se po të kemi kohë sa me hyje me mendu thellë, normal edhe ma shumë gjonat mira bojmë edhe arrisim, kupto? Po, jo më është gjë e mirë. Ore, kurioz jam vëlla, se të kom pa kështu që ke tatuazhe gjona, apo siç kena gjithë, unë kom qef këto. Po, për këto për shembull në Europë që 18 vjeç, për shembull, tatuazhe gjona. Po më bëj bezdiu se kena dalë në Europë neve që 18. Boj për çka ke ti? Ç'a ti vëlla, ma përmend 100 herë, më ka fiksu fare, do të morë 2 Në Evropë jemi rrit, unë kam ne 10 vjet në për Po për Allah, dashi çfarë do të rrit tani s'ka ne 3 vjet në Angli, kam jetuar edhe 6 vjet në Zvicër, Züri, domethënë kam një tjetër mindset. A e shef që s'ishte pa point ajo pyetja ime? Ndryshe nuk të kisha këtë lloj mendime, e kupton? Po jo për shpjeguja këtë pra. Po si, tatuazhe kena bërë në çdo qytet ku kam shkuar. Jo, desha me to për këto, valla ke syri për shkakun se ka thonë gjatë të shtëpisë kur e ke bën fillim për shembull, burrë të paj zotin. Ja, shtëpisë nuk ndërhyn, bro, u bën long time, u bën një kohë e madhe që kur isha 15 vjeç, që kom ikë në Angli, që atëherë domethënë ma kanë respektu mendimin tim, kupton? Dhe kanë qenë me mua gjithmonë dhe janë dhe se the ika që 15 vjeç në Angli, si është eksperienca valla 15 vjeç me një vend që se njeh fare. Si ishte në Angli për shembull? Ishte 2006, 2007 atëherë ka qenë kohë komplet tjetër. Adrenalinë, bro, jeta është pak a shumë si fragmente. A me shoqni si gjithë? Po me çfarë shkove, si shkove? Kështu apo? Unë shkova në Itali, aty bëra disa dokumenta italiane përmes së disa në çan. Këto ika në Austri, mora një avion, isha në mosh gjona, u duksha si huj pak a shumë edhe hajde kalo. Kaq, po. Ti punove anë në rregullat. Me ça projekte shpatë kështu? Si filloi jeta jote 15 vjeç aty? Jeta është aventurë, bro. Kemi bërë dhe gjona që, për shembull, aty ku shkova në fillim vazhdova në një punë, në një restorant, një kushërini tim. Dhe ne të 2-3 muaj dhe sunë shtyva më me thënë. Po çmena, O lazi dhe zgjidhim këta. Dhe hyra vazhdova punë me disa tjerë, punë kështu rrugësh, si mund t'i quajmë. Dhe nuk e kisha gjatë rrugtimin. Rrugtimi ishte 2 vjet e gjys mrena, gjys mrena. Dhe me këthy në Shqipëri dhe vazhdoj jeta prapë. A ti reflektove? Do me thonë kena një deport prej Anglie edhe... Me sta? A, kuptove. Pa, 20 vjet. A ti reflektove ti, kur se gjithë qonat e ti reflektove? Leosh më me shkel Angli. Për sa? 20 vite. Po kanë kalu disa. Kanë kalu cash. Shumë e pasan vonë. Po 7-6 metë, sa u bon? Nuk jem këtë 2011-ën.
As matematikë s'di ti Marsalion. Sa i bin? Po mos sa 15 kam shku. Nëse nuk 31, 16 bie më ton. Nga kjo gjitha që them mund vjen mirë, domethënë që ke reflektuar për atë që të kanë ndodhur dhe ka ardhur në Shqipëri. Okej. Me familjen afër vëlla, kupton se edhe familja ka dhimbje të mëdha shumë. Se edhe unë tash komplet edhe vetë tani edhe edhe unë ka jam përgjithësi, bro, se ke tokën, ke shtëpinë, ke non, bab, ke gjagun tat, ke të ardhmen, se du të me kanë aty për ta, duhen gjonat. Atë mungot shuni Alim? Po, me mungon. E ke menu në herë ta morësh tu? Pa si e takon? Ja, unë nuk du me bo këto komplikacione. Kur ndash me dika, unë nuk du me bo ma keq edhe ma keq gjendjen, ose të përpiqe me amar, ose nuk jam fare unë kështu shpirti. Nuk du fare të jem pjesë e këtyre gjëra negative, ose dikush i bën edhe për hall, patjetër hall është, po nuk du ta sulmoj nënën, kuptoj se ajo do kaloj stresin ke çuni vetëm rëmuj fare. Okej. Zoti paka shumë edhe shteti e kanë thënë që deri ka mosha 14-15 sa tritet dhe ai mund vendosi vetë për jetën e vet, kështu që Po do doje ta kishe këtu apo mendon që është më mirë atje? Jo, unë mendoj se tani ka nevojë për cic. Ka akoma nevojë për cic. Kur vikoa për babi është tu e prit. Gati. Po eksperienca në Zvicër si ka qenë? Eksperienca në Zvicër ishte në fakt aty vazhdova bashkëjetova dhe me këtë vajzën që ke fëmijë. Po, patjetër dhe ishte tamam si një familje vogël. E sa kohë bashkëjetove atje? Dhe 6 vjet, me atë gocën, no? Po. Dhe kështu.